Solistja dhe pedagogja e Universitetit të Arteve në Tiranë, e cila ka pasur një karrierë të suksesshme në teatrin e operas dhe baletit, shprehu kënaqësinë e saj për pjesëmarrjen në turin e koncerteve peizazhe turistike. Ajo uroi gjatësinë e orkestrës Albania Chamber Orkestra dhe theksoi rëndësinë e këtij projekti për trashëgimimin e muzikës shqiptare, që si vokale dhe instrumentale mbetet një pasuri e jashtëzakonshme. Gjatë koncertit të fundit në qytetin e Beratit, i mbajtur në muzeun e qytetit, artistët dhuruan një emocion të veçantë për të pranishmit, që përfshinin turistë dhe shumë shikues të tjerë. Koncerti shërbeu si një mundësi për të promovuar muzikën tonë të bukur dhe për të ndihmuar në ruajtjen e traditës dhe kulturës shqiptare. Solistja theksoi gjithashtu se koncertet e tilla i kujtojnë ata si aktorët e periudhës së rilindjes, të cilët përçonin artin dhe kulturën për brezat e ardhshëm. Kjo ngjarje u shoqërua me emocione të forta dhe la një përshtypje të paharrueshme të gjithë ata që morën pjesë. Unë jam Eriona Gjizeli, soprano. Kam punuar për shumë kohësh në teatrin e operës dhe baletit si soliste. Tashmë jam pedagoge në Universitetin e Arteve në Tiranë. Kam kënaqësi të isha e ftuar në këtë tur koncertesh peizazhe turistike të quajtur. Dua t'i uroj gjatësi orkestrës Albanian Chamber Orchestra për këtë nismë, për të trashëguar muzikën tonë shqiptare aq të bukur, si vokale ashtu dhe instrumentale. Sot ndodhemi në qytetin e Beratit, ku patëm kënaqësinë të mbanim koncertin e radhës brenda në muzeun tuaj. Ishte një emocion i mrekullueshëm, duhet ta them, bashkë me turistët dhe shumë shikues të tjerë, ndam këto emocione për të përcjellur muzikën tonë të bukur, e cila është trashëgimi që duhet pasuar. Në çdo koncert na duket vetja si ato artistët e kohës së rilindjes, që përçojmë artin dhe kulturën dhe traditën tonë. Faleminderit. Në këtë mënyrë Albania Chamber Orkestra vazhdon të ruajë dhe të përhap traditën muzikore shqiptare, duke bërë këtë iniciativë të paharrueshme për të gjithë ata që e ndjekin.